Duket se debati i rënd që ndodhi në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë ka zgjuar një vetdije të re në Bashkimin Evropian. Në të vërtetë pritej një frymëre nisur nga presidenti amerikan Donald Trump, por jo me përmasa kaq agresive që krijon kësaj një pasiguri për të ardhmen e Europës. Sipas Institutit Bruegel, Europa duhet të vlerësojë veçpas fuqinë e vet të ardhshme ushtarake, edhe në rastin e largimit të trupave amerikane mbrojtëse nga kontinenti amerikan. Super specialistët ushtarak vlerësojnë se Europa duhet bëhet gati ushtarakisht për skenarin më të ri të vetëmbrojtjes ushtarake. Për këtë vlerësohet se duhen rekrutuar 300.000 ushtarë të ri. Duhen blerë gjithashtu edhe 1.400 tanke të gjeneratës së fundit, si edhe duhet dyfishuar shpenzimi për mbrojtjen me rreth 250 miliardë euro në vit. Kjo shifër e madhe vjetore duhet jetë një shtesë e shpenzimeve të tashme. Duhen krijuar 50 brigada të reja që të jenë në gjendje të mbushin boshllëkun amerikan, nëse amerikanët do të vendosin të tërhiqen nga Europa. Studimi ushtarak vlerëson se duhet ketë një rritje të pajisjeve ushtarake me të paktën 2.000 auto blinda dhe po aq gryka zjarri, shtesë. Armatosja e Europës vlerësohet si shumë urgjente, pasi politikat e jashtme mbrojtëse të presidentit Trump krijojnë pasiguri dhe një situatë të paqëndrueshme gjeopolitike, vlerëson Instituti Ushtarak në studimin e porositur me urgjencë. Kolonel Shala, tani e thash sakt. Kolonel. Mundet Europa të mbijetoj pa Shtetet Bashkuara të Amerikës përballë Rusisë? Mundet Europa të dërgojë armë Ukrainës pa të ketë një qëndrim sfidues ndaj politikës së Trumpit? Unë mendoj se mundet. Europa, faktikisht Trumpi në raport me Europën për sa i përket shpenzimeve ushtarake, ka patur plotësisht drejt, sepse Europa ka abuzuar në mbrojtjen në umbrellën amerikane, pothuajse gjatë gjithë periudhës luftës së ftohtë, edhe pothuajse në këto 30 vite të periudhën pas luftës së ftohtë. Unë desha të ndaj këtu në vete pak pozicionin francez, i cili ka qenë hershëm që në kohën e De Gaullit, ka qenë që të ketë një pavarësi mbrojtje europiane. Dhe tashme po kthehet përsëri tek kjo ide. Lidhur me pyetjen tuaj, mendoj që Europa mund të mbrojë vetveten nga Rusia. Në Europë janë pra duhen të paktën instituti dy fuqi bërthamore. Duhet paktën 50 brigada, 300.000 ushtarë, 1.400 tanke gjeneratës fundit, 2.000 autoblinda. Instituti me sa duket flet për mobilizim në kohë lufte. Kur ka mobilizim, bëhen edhe 100 brigada, jo vetëm 50 brigada. Nuk është. Për të tonifikuar Europën ushtarakisht për të fjalë. Jo, shtetet e Europës njëri mas tjetrit po e kthejnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Pra, e kanë ndjerë rrezikun dhe po përgatiten për luftë. Ka qenë thirrja e kryeministres. Kush ta kërcënon? Nga Rusia. Vetmin kërcënim që Europa e mendon dhe ka pothuajse pjesa më e madhe e shteteve kryesore të Europës se kanë në strategjitë e tyre të sigurisë kombëtare kanë evidentuar kërcënimin që vjen nga Rusia. Por nuk e kishin parashikuar që nuk do mbroshin, duhet mbroshin vetëm pa Amerikën. Këtë nuk e kishin parashikuar. Ka qenë kohën e luftës së ftohtë, tani prap ekziston ky rrezik thua? Absolutisht që ekziston, sepse politikat e Putinit, pra nuk jemi me ato me politika përfundimisht situata, raportet ndërkombëtare kanë ndryshuar në përmasa të tilla dhe Putini me ardhen e Putinit që para 20 vjetësh, me ardhen e Putinit është programi i tij i botës ruse për ta kthyer Rusinë të madhe, për të zapuar po ato territoret e ish bashkimit. Nuk do vi Rusia në Vjenë. Rusia ka qenë do të gjithë zonën e Donbasit nga dy fshatra marrin në çdo 3 muaj. Rusia ka qenë deri në Berlin, është ëndra, nuk po them se do t'i arrijë. Ka qenë Bashkimi Sovjetik e Rusia. Po. Bashkimi Sovjetik. Bashkimi ëndra ajo është dhe që ku ka ardhur në pushtet Putini menjëherë ai këtë ka shtruar që e ka qujt një nga gabimet më të mëdha shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Po. Pra, në përfundim të pyetjes që ju bët, unë them që Europa e ka aftësitë dhe mundësitë, janë 2 fuqi bërthamore në Europë. Anglia dhe Franca? Anglia ka në kontrollin e Shtetit Bashkuar, nuk mund ta shtypi butonin pa i marrë leje. E kishte. Edhe e ka. E kishte. Me Trumpin nuk kanë asgjë.
Ta që s'kanë asgjë, pikërisht pra? Pra, e kanë vetë butonin. Që vetëm Franca ngelet fuqia e vetë me... E kanë butonin vetë. Po nëse në një kuadër të ri geopolitik, ajo Grenlanda thehet në modën e sherrit midis dy Europës dhe Amerikës, sepse ne themi Rusi, po në kushtet që jemi, pse të përjashtojmë tash që nuk ka më. Geopolitika është ndryshon me sekonda, nuk është më me një prognozë le të themi pak a shumë të mundshme. Pse vetëm Rusi është armiku në këto momente? Nuk besoj se do arri fantazia që do luftoj Europa me Amerikën. Nuk i dieta në moment që të armatos në vendim, se historia nuk është ripërsërit vetën, por ka dhe një cikël. Anglia ka bërë luftë me Amerikën? Në asnjëherë nuk e dim, jo, nuk është Goxhaj, ndodhi historia. Mundet të rekrutohen 300.000 ushtarë, të bëhen 50 brigada, 1.400 tankë, që do thotë kjo? Po mund të militarizohet Europa? Për një periudhë 10 vjeçare, po. Pra i duhet 10 vjetë që të arri këtë lloj militarizimi dhe të arri atë nivel. Pse ka shumë kohë? Sepse Evropa aktualisht... Dhe 350 miliard euro në vit nuk mund të bëjmë më shumë më shpejt? Problemi është që ku do t'i marrësh këto armatim për këta njerëz. 68% e armëve Evropa i blen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në rast se ecë me këtë trend, pra që prishen marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë ku do i blej këto armë? Do prodhoj vetë fabrikat. Po pra që të nisë të prodhosh vetë, të duhet që të prodhosh vetë, duhet të ndërtosh. Duhet të ndërtosh industrinë ushtarake nga e para, të ndërtosh industrinë ushtarake nga e para për të prodhuar këtë sasi armësh. Ka një studim të një instituti gjerman vjet në shtator që thotë që vetëm Gjermanisë duheshin 20 vjet për të arritur në nivelin që ajo ishte në vitin 1994. Se bëri teri për 3 vjetë, për 4 vjetë, është militarizimi plot, atëre, kur e bërë, ishte militarizimi plot dhe ishte indoktrinimi i popullatës. Sot nuk ke këtë popullat të indoktrinuar, pra, ka një problem për arritjen e këtij numri për 300.000 që thonë juve. Evropës ka kohë që ka humbur udha në borë, dhe mendon se sot mund të përballojë ushtrinë ruse. Sot Evropa nuk ka asnjë kapacitet të përballet me forcat ruse. Po kur përballet Ukraina me forcat ruse tash. Ukraina po përballet me ato forcat ruse që i ngelen autoblindat rrugës. Mua më vjen keq që s'merr vesh fare nga çështja ushtarake dhe po ta them unë. Po ta them, sepse ti mendon se çështja ushtarake matet me metra katror. Sa merr vesh ti ne mos i diskutojmë. Jo, po ta them. Po mos u ofendo që nuk matet me metra katror. Jo më jo, sepse pa gjithë bota që ishte ashtu. Ç'është, po ka 3 vjet që lufton me gjithë botën. Ka 3 vjet që lufton me gjithë botën. Në fillim, duhem le të marrim me numra, në fillim Ukraina i kishte 4.520 tanke. I humbi për 6 muaj, i dha 2 herë Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithë bota. I humbi sërish. Pra ka humbur 3 ushtri deri tash. Aty e pa gjithë bota. Po tanket pa numëron Shkoi për 3 ditë për ta kap Kievin dhe pastaj përfundoi në Donbas. Po asnjëherë më nuk shkoi për të marrë Kievin. Qëllimi ishte Donbasi dhe ai mbetet qëllimi. Nuk shkoi, për çfarë shkoi? Për çfarë mori aeroportin? Për çfarë? Ishte mashtrim klasik. Ushtarak. Do li që ka mashtrim tash? Po kshu ka qenë prej ditës së parë. Po sot po ngjoj këtë teori. Po se si marr me çështjet ushtarake. Jo, mund merr me gjëra tjera, nuk merr me çështje ushtarake, po specialist ushtarak do ta kuptosh që ishte totalisht mashtrim klasik. Sot është për herë parë ka dalë që është mashtrim. Absolutisht ishte. Se di zhej, nëse kanë qenë herë tjetër. Jo, që sulmi deri në Kiev ishte mashtrim? Unë di që, sepse dhe Trumpi, në atë përplasin Sanovalet, tha, Zhaverinit ja kam çuar unë, tha që do gjithë tanket ruse. Pra dhe Trumpi ishte më pro Putini në atë bisedë, tha që Zhaverinit që sola unë, tha, ja Trumpi s'ka qenë asnjëherë pro Putinit. Trumpi ishte i pari që ka pajisur Ukrainën me Zhavelin. E pajisi me Zhaverinit të cilët shkatruan kolonat e tankeve ruse, të cilat shkuan. Po mirë pas se nuk mund të, shiko, unë e kuptoj që një taktik ushtarake mund t'jetë, është një lloj, po të çosh gati 1.000 tanke, në kolon për një, në fush, edhe digjen gjysma. Ishte autokolona 50 kilometra, Dritan. Ishte 50 kilometra autokolona. Imazhe të ushtrisë aty. Imazhe. Po a ishte loja më marrë gjithë problemi ishte goditja strategjike e Donbasit. Ka 3 vjetë të luftë dhe kanë ngellur potë. Ashtu e bje lojë kjo loja. Ka njësë, shikoni ku ka qenë kufiri, shikoni kufirin ku ka qenë dhe ku ka vajtur. Pra nuk ka 3 vjetë, si pas e 3 vjetë ka ngellur për një ditë pra ka marrë 23% territori dhe në dëshi. Nuk ka mbetëm një vajtë. Pra pas kishtë ishte 0%, jo 23% të Ukrajinës, jo të Donbasut. Sa shtrijet, në sa përqind të Ukrajinës shtrijet Donbas, ku është pyetja?
Pra Donbasku, sa përqindje të territorit të Ukrajinës zë? Nuk ka problem, kemi rënë dakord mos bjen 23% të territorit të Ukrajinës, nuk po themi të territorit të Donbasit. Ishte 3%, ata e marrë që në 2014, sa përqind ka marrë pas 2014? Po jo mërë, pse thoni 2014, për ju lufta ka filluar para 3 viteve, si pas e filluar në 2014. Po ato territoret që... Cila territore? Territoret, pikrish këto territoret që gjysmat përveç Krimes, që gjysmat e këtyre territoret që Kasadi kontrollon dhe që atëherë, nëpërmjet forcave Po ç'ne më lufta ju thoni ka filluar para 3 viteve, nuk pas e për këto territoret. Po çka ka po për këto 3 vite tash? Çka ka po për këto 3 vite? Sa territor, merr diferencën, sa territore ka kap treja? Po llafi për të marrë territore, më burrë do, mos e bëj. Do bëj një pyetje kështu direkte, nëse do të kishim një luftë, është hipotezë, hipotetike. Europë-Rusi. Kush do e fitonte pa Amerikën? Luftë konvencionale. Ku do zhvillohej? Më thuaj ku do zhvillohej lufta? Në vendet balltike. Atje ku zhvillohet lufta, atëherë, jo nuk po thaj, në territoret ruse, pra qoftë në Ukrainë, qoftë në vendet balltike, nuk e fiton dot Evropa luftën. Në rast se Rusia do të vinte me forca në brendësitë të Evropës, në brendësitë të Evropës, pra nëse do hynte në Poloni e këtej, po nuk e fiton dot Rusia, po në territoret e saj nuk e mund dot. Pa ti, vëndë baltike i quan territorë rusë. Oke. Ato... Jo, ma unë si quajta, i quajta t'ju? Jo, ti the pra, territorë rusë dhe vëndë baltike... Në territoret e saj, në territoret e vetë, ti se mundot. Në territorin evropian, Poloni e këtej nuk e fiton... Dakor, Misa, më faqë që t'lash pak për një anë, po... Debati shumë interesant. Ora, unë do të thoja që në qose ti ke mundësi dhe kohë, mund të rishë edhe më gjatë, sepse më duket shumë interesante prezenca e jote, sepse dhe të trajtojmë dhe çështjen e Kosovës dhe çështjen e pozicionit të shqiptarëve në Ballkan në këtë konfiguracion të ri gjeopolitik. Pra jemi pritur në qoftë ri. Por pyetja ime për ty në këtë fazë është kjo. Si lexohet në Rusi kjo qëndrimi i Starmerit, pra i kryeministit anglez dhe i francezëve, pra dhe i Macronit, të cilët thonë, okej, boshllëkun që mund të lënë Amerikanët në Europë, e mbushim ne që të shkeme të. E shohin seriozisht apo në nënqeshin pak? Ka njëra anë nuk i marrin seriozisht dhe mundohen, do me thënë edhe Presidenti Putin ka deklaruar në mënyrë të hapur që unë nuk kam nevojë për ndërmjetës në bisedimet e paqes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra analizon këtë gjë. Nga ana tjetër, Macroni dhe Starmer kanë deklaruar që mund të dërgojnë trupa paqëruajtëse në Ukrainë, por mbas ndalimit të konfliktit. Presidenti Trump ka deklaruar që Putini gjoja, por Putini në fakt nuk ka deklaruar që Putini nuk do të jetë kundër në qoftë se po të ndaloj lufta, forcat europiane të jenë në zonën e ndarjes demarkacionit. Pra, nga ana tjetër, Lavrov ka deklaruar që ne nuk do të pranojmë asnjë lloj trupash të huaja dhe kush do të futet pa autorizimin ton atë zonë do të jenë shënjestër për ushtrinë tonë. Pra, është një rebus, një lëmsh që duhet të zgjidhur dhe lidhur me këtë ka një pritshmëri të madhe, sidomos nga mediat ruse sot dhe nga disa insider për një bombë tjetër politike që mund të shpërthejë dhe do të shpërthejë me siguri nesër. Pasi presidenti Trump nesër ka një fjalim të madh në Senat për herë të parë mbas ardhjes në pushtet, ku pritet të bëjë deklarata të mëdha për Zelenskin në veçanti, për zhvillimin dhe ndihmat kashi Ukrainës edhe ndaj Evropës gjithashtu. Pra, do më pritjet kjo takimi, ku i thënë, otë interesant, ditët që s'ka më në emision, otë martën, otë prendën ndodhin këto. Po bëhe më të hënën aty para ditët dhe fjalimin Senat, ose bëhe të edhe para ditët. Të habitur, vetëm të ashti ka ngeru të habitimi në qoftë se Putini do të marë përsi për të pati Zelenskin me Trumpin. E qartë, pajdoj, këtu kemi mbritur do më thonë. Ose të vitë bëj një fjalim Kongresin Amerikanë, se po shkon historia? Zoja Bazi, në këtë kontekst geopolitik që jemi, më i fituari si sa goze ka dalë Putini, Jo, mendoj që Putini e ka humbur luftën, sepse është gëzhduar pavarësisht
kalkulimeve të ndryshme që bën, ai është gozhduar në atë pjesën e Donbasit dhe avancimi është fshat mbas fshati për një periudhë shumë të gjatë. Po dhe kjo, për shembull këtë Kurskun që s'po e mbajnë rusët e ka lojë, që taktikë ushtarake ka Goxhaj? Kurskun se 60% e kanë shkruar, 40% nuk e shkruajnë dot. E ka dhe këtë një dredhi? Ç'a thonë? Unë e kuptoj që do të talësh, edhe nuk po talësh, po jo, sepse një sekund. Po jo, do ta kthejmë ironi. Ironi bëhet, në sportivitet po ta them. Se ti më thej që kolonat që u thyen përpara kemit ishte lojë ushtarake. Po nuk u thyen në ndalen pa hyrë kolonat. Të bësh vendvrasje ushtarake dhe ta quash lojë gjë tjetër. Në rregull. Po quhet ta pranoj. Në teorinë ushtarake ruse quhet Maskirovska, pra ata. Maskim. Ka ndodhur edhe gjatë operacionit botërore. Jam dakord, është normale. Me Kosovë shumë lartë, po ata nuk i vjen keq për takisë. Normalisht që Kosova është e lartë në luftë. Trupat koreane të veriut. Normalisht është. Po tani Kurskun pse nuk e shirojnë dot? Hamo? Kurskun pse nuk e shirojnë dot? Vetëm 60% e kanë shiruar, 40% e kanë ukrainasit. Po a di kush po lufton Kursk? Koreanët. Jo nga rusët, nga ukrainasit. Elita e ushtrisë ukrainase. Okej. Gjithë elita e ushtrisë ukrainase është atje. Dhe humbet Ukraina se për një të vërtetës janë të mëdhaja. Pra që do thotë që... Se dalim atë të organizar, nuk është ka që të marrësh dhe Europën. Se kur elita është atje, elita e Francës e Gjermanisë... Po pra të kuptosh këtë, që së është ka gjithë thjesht që masë me metra, ka madru me fshat, ka madru me fshat, po këtë pra është të kuptoni. është për prestigjin e ushtrisë. Për prestigjin e ushtrisë dhe Putinit. Në teritorin e tyre nuk i mundu. Po i futën Evropë, maruan ata. Të lutem, ka fituar Putini apo Trumpi? Nuk ka të bëj. Evropa dje në Londër, në deklaratën finale që bëri tha, ne jemi të gatshëm të çojmë trupat e, por jo pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra Evropa e përcakton qartësisht që nuk është në gatishmëri dhe s'ka kapacitetet vetë Po nëse do të bëni një deklaratë pa Amerikën. Po nëse do bëni një deklaratë s'ka të bëjnë nëse ashtu nëse kështu. Pra ata përcaktojnë qartësisht që nuk ka kapacitetet të bëjë. Dhe edhe Trumpi u detyrua Trumpi doli sot dhe dha një deklaratë e tillë. Idiotë tha nuk kam parë ndonjëherë. Jam dakord, por Steiner nuk mund të bënte një deklaratë. Po çfarë deklaratë do të bëjë? Kishte ardhur mbas 2 ditësh. Ç'a do thoshte? Ne do pa Amerikën dhe do shkojmë atje ta bëjmë ne vetë. Jo, më nuk e bëjmë dot. Diplomacia europiane shumë më Cila diplomacia europiane e rafinuar? Kjo diplomacia, ku ka ngritur kjo Evropa tashmë shiko. Ai e futi po diplomasi kësaj ka kohë që ka humbur. Kjo Evropa sot shiko, andej nga labëria ka një shprehje. Pra, në raport me miqësinë me Amerikën dhe me armiqësinë me Rusinë. Edhe andej nga jemi ne, unë e ti thonë që ta kesh mik është mirë. Jo. Edhe ta kesh mik dhe armik pra për shkeq. Jo. Pahamo. Suspans. Ere se është që kështu falë. Po mi atë. Sigur e fillo. Okej, atë. Ta kesh mik të prish punë. Ta kesh armik të hamun. Kjo është Evropa sot. Nuk është ka qenë. Jo, problemi është që Europa ka një problem me përsa i përket çështjeve të inteligjencës dhe logjistikës, të cilat jepen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa një mbulesë ajrore, pa një mungesë inteligjencë dhe informacioni. Logjistikën strategjike, zbulimi strategjik Evropa nuk ka, pra gjithaj ka Amerika. Po këtë po them, kështu që prandaj thonë që duhet që patjetër të vi. Aleanca Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Evropian kështu për një debat edhe për një president mo. Po umbet, shiko. Edhe për një mandat. Jo. Dhe për një mandat presidencial. Po umbet. Ajo është aleancë ka përballuar 2 lufta botërore. Dje Norvegjia ka marrë vendimin që të mos furnizoj me karburant anijet amerikane. Në ndesë amerikane. Pra, në ndesë amerikane janë atje për të ruajtur Norvegjin nga shkelet e kufirit që mund të bëjnë në ndecet ruse dhe ata thonë ne nuk ju japim karburant. Ishte një kompani private, se u informova për këtë. Po, kompani private me kontratë shtetërore. Pra, kjo është idiotësi, pra, në këtë kjo të qonë drejt prishjes. Po qoj drejt prishjes, a qonë drejt luftës? Një pytja. Se në këtë moment drejt luftës me Amerikën i bjesi bjetë me Rusin. Ate jo, do shkëpudemi Rubio tha, NATO jemi ne, tha, kështu që po prishëm ne do hiqim. Do shkëpudemi nga geopolitika globale dhe në pjesën e dytë të këtij emisioni, do futemi ke geopolitika e cila, po themi, futet në oborrin e shtëpisë tonë. Pra, flasim për boshti, a ka një bosht
Moskë-Beograd, që ne dim që ka, dhe ky bosht Moskë-Beograd që më parë luftoj edhe nga Amerikanët, do kemi indiferencën amerikane, e pra do jetë determinant në Balkan, pra do kthej një histori dhe para një shekulli e ca, ku vendimet kufitare për Serbinë, për vëndet balkanike, i merrte Moska, kjo është çështja. Pra, kemi Kosovën në rrezik,